tyre denoncuan veprimet arbitrare jo proporcionale të dhunshme, jo vetëm gjatë arrestimit, por edhe në ambientet e paraburgimit. Pra Fation, disa prej tyre denoncuan se Fation sonte ndarë do të shkojmë pra tek komisariati ku mbajnë të ndaluar protestuesit? Me shumë gjasa ai është destinacioni. Absolutisht që është artikuluar dhe ka zonë vendin kryesor në artikulimin e protestuesve dhe organizatorëve, atyre që kanë mbajtur fjalime në shesh, janë thirrjet e tanishme që i dëgjojmë, lironi çunat dhe itinerari që po përshkrojnë është pikërisht lë për të kuptuar që do të jetë destinacion bloku i sigurisë. Nuk ka parë rruga Minepeza më shumë njerëz se sot, pavarësisht se janë bërë grumbullime edhe herë të kaluara, edhe për gjatë këtyre 35 ditëve kur janë shoqëruar persona, janë me mira, fillojnë nisja atyre tek 15 Kaçi, sapo kanë lënë zonën e 9 Kaçeve dhe fundi është në afërsi të Bashkisë së Tiranës. Gati kilometrik numri i qytetarëve për rrugët e kryeqytetit. Ka një ndalesë tani në kryqëzimin e 9 Kaçeve. Rama jeve dorëheqje janë thirrjet që dëgjohen. Një kordon i parë që i mban të organizuar protestuesit përmes flamujve të kombit shqiptar. Flamuri që ka qenë në krye të kësaj proteste që në 31 maj. Sot shohim edhe flagadan. Shohim që është një manifestim. Ndoshta është një manifestim i një mundi 35 ditor që nuk ka të ndalur as ditën e sotme dhe me shumë gjas nuk do të ketë të ndalur as në ditët e ardhshme. Ju erdhi fundi, është thirrja që dëgjohet tashmë nga protestuesit. Lironi çunat, që bëhet fjalë për 19 burra dhe djem që mbahen në paraburgimin e Minepezës në bllokun e sigurisë. Atje ku me shumë gjas janë drejtuar të rinjt dhe qytetarët nga gjithë Shqipëria, të ardhur nga gjithë Europa, nga Kanadaja, e kam thënë dhe në raportimet e mëhershme sot, ka patur një numër të konsiderueshme që kanë ardhur nga shteti i Kanadas, mërgat shqiptare, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu, ku sot festohet atje për vjetori i pavarësisë që nga folësit u konsiderua Amerika si shteti i lirive, shteti i barazive, shteti i ëndrave të shumë popujve dhe përshëndetën pikërisht të festën e tyre të pavarësisë. Tek komisariati është ajo që paralajmëruam. Pra ka thirrje për tek komisariati. Është ajo që paralajmëruam, janë drejtuar tek bloku i sigurisë ku ndodhet edhe ambienti që mban të paraburgosurit. Nesër në orën 9:30 të mëngjesit zhvillohet seanca për vlerësimin e masave të sigurisë në gjykatën penale të Tiranës ndaj 19 qytetarëve. Dhe këta qytetarë me mira janë nisur pikërisht atje për të kërkuar që të lirohen këta qytetarë dhe protestues disa prej tyre me probleme të theksuara familjare. Ka patur apele dhe thirrje të vazhdueshme për gjatë këtyre 2 ditëve që prokuror e gjyqtar duhet t'i thrasin ndërgjegjës profesionale lidhur me të paktën disa prej protestuesve që kanë nevoja specifike dhe që duhen sipas tyre liruar menjëherë. Fation po drejtohen drejt komisariatit protestuesit? Janë duke marshuar në zonën e njohur si 15 Kaçi, ku kryqëzohet edhe bulevardi Zogu i Parë,
më pas do të vijojë me shumë gjas marshimi në nisje të rrugës së Durrësit dhe te kryqëzimi ndarës i rrugës Durrësit me Minepezën do t'i drejtohen bllokut të sigurisë për tek qytetarët që mbahen të arrestuar prej 2 ditësh. Ky do të jetë destinacioni. U artikulua edhe nga protestuesit me thirrjet e tyre në Korë tek komisariati. Disa prej pankartave janë pikërisht simbolika të protestuesve të ndaluar për të cilët kërkohet lirimi i tyre i menjëhershëm sipas protestuesve. Arben me lejoni të them emrat e protestuesve të arrestuar: Besnart Kaimi, Aristotele Lezaj, Gentian Progni, Durim Bami, Kujtim Pervataj, Romario Dushi, Ardit Ymaj, Niko Qarkaj. Ky fundit është personi që vuan nga epilepsia dhe që nga raportimet e deri tani ndodhet ende duke marrë ndihmë mjekësore në spital dhe avokati pretendoi që është dënuar në ambientet e paraburgimit. Nëna e tij dha një mesazh prekës dhe tronditës për të birin, që tha se nuk ka mundësi të përkujdeset dot për veten. Vazhdojnë lista e personave të shoqëruar me Ylli Shima, Ervis Gjoni, Frok Bardhi, Rezart Pinari, Admir Tërshalla, Alban Nikolli, Elvis Biçi është një nga personazhet e njohur të fushës të sporteve në Shqipëri, i cili për vite me radhë ka nderuar edhe kombin shqiptar me përfaqësimet e tij. Lista vazhdon me Altin Hilën, është personi që u ndala pak më herët nga Durrësi, që protestonte me djalin e tij në karrocë me aftësi tepër të kufizuara dhe që ka nevojë për përkujdesje specifike të veçantë. Një GoFund është hapur dhe ka ndërgjegjësuar mira shqiptar për të ndihmuar në trajtimin mjekësor të djalit, por babai i tij ndodhet i prangosur. Vijon lista e personave të ndaluar me Ervin Gegën, Everest Bardhi dhe Arber Leshaj. 19 qytetarë që mbahen në paraburgim, se qëlluan me vezë, me miell, qumësht dhe kos, makina deputet